ky libër, këngë që ke përfshi me siguri janë prej atyre melodive që janë më praktike për studentët, për nxënësit, edhe që janë ndoshta më të përdorshme, më të kërkume. Si e përgjigje, si e bën përgjigjen, sepse ka të ndryshme nga këngët tona. Po, kriteri kryesor për përzgjedhje te unë ka qenë vjetërsia dhe populariteti. Tash, shpesh kur kom fillu librin, ndodh ke në pauza, i rishikojsha këto edhe që ishin studentë dhe thëshin sa mirë bashkë ka nevoj për që si aranzhmoni, ose bashkë mirë po bën, se a di sa njerëzve i kryin punë kjo. Kjo për arsye se një muzikant që është i kompletum, do më thonë që i zotran jo vetëm instrumentin, pianon, po që ka dhe aftësit, solfegjës, harmonisë, formave dhe veshin e zhvilluar dhe aftësi për improvizim, ata nuk ka nevoj për këtë libër, se ata mujnë me lujtë vetë. Po dikush që nuk e ka njënën për këtyne aftësive të zhvillune, e ka ma problem me nxjerrë një këngë vetëm me ndigju dhe me lujtë në piano, me lujtë me njëherë, ose na kemi një jargon që thojnë me nxjerrë këngën edhe me lujtë aty për aty. Dhe me thonë me improvizu me bazë të asaj që ka dëgjon veshje dhe me mundu me pa partitur, pa letrën për para të cilën e mbojnë pianistët. Po, tash problemi rreth asaj mënyre të interpretimit kur vetëm e ndëgjon është që edhe vetë që nështë e lunë 100 herë një këngë njëjtë, asnjëherë nuk e lunë njëjtë, varësisht për disponimit, varësisht prej gjendjes që e ki, ose ndonjëherë eksperimenton diçka me do pasazhe më të vështira, ndonjëherë don me lujtë më thjesht. Unë kam menduar me standardizu për një nivel mesatar që me mujtë secili që pezoj me ka kry pianon, po nuk merret më atë profesion, po ka qef me lujtë këto këngë. Ose disa prej këtyre këngëve.